Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, në surën Ale Imran, qartë thot, wa men yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kush nga njerëzit i kërkon të mirat e kësaj dunjaje, vrapon pas të mirave të kësaj dunjaje, ne do t'ja japim ato. Dhe kush i kërkon të mirat e ahiretit, ne do t'ja japim ato. Shiko, Allahu Gjelle Gjelaluhu njeriut në jetë nuk ja hup mundin. Po njeriu duhet kujdes të bëj me veten e tij ku lodhet dhe çfarë kërkon. Në qoftë se njeriu do ta kërkojë dunjan, do të vrapoj pas saj. Do të mundohet të bëj shumë nga të mirat e saj. Do t'i ketë. Nuk mund të themi për njeriu i cili është lodhur duke vrapuar dhe duke punuar, se nuk do të arrijë në mirësitë që është duke i kërkuar. Do t'i ketë. Dhe njeriu i cili vrapon pas të mirave të ahiretit, insiston të mirat të ahiretit, do t'i ketë. Cila është e bukura dhe e mira? Krijimi një farë lloj baraspeshe. Për shkakun se në hadith thot pejgamberi i Allahut, e që ky hadith duhet të jetë bazë e jetës së çdo njërit nga ne. Për shkakun se shiko vëlla, ne jetojmë në një kohë ku të gjithë shikuesit pajtohen me faktin se ndoshta të kaluarën kur mirësi dhe të mira materiale dhe jetë komode nuk kanë pas njerëzit se sa që kanë tani. Jeta e një njeriu të thjesht në kohën që jemi duke jetu, krahasohet me jetën e një mbretin të kaluarën. Ushqime të mira, tavolinat të mbushura me lloje të ndryshme të gjellrave, bukëve, të pemëve, e çfarë nuk kanë to, lloje të ndryshme të lëngjeve, shtëpia komode, të ngrohta gjatë kohës së verës, të çdo gjë. Mirë po, janë pikrisht këta njerëz të cilët e bëjnë këtë lloj të jetës, që nëse do të ulesh, të bisedosh me ta, do të shohësh se vajtojnë, qajnë, nuk duan jetën, nuk janë të kënaqur me jetën, nuk kanë asnjë arsye për të pritur një ditë të radhës, edhe pse asgjë s'ju mungon. E pse ndodh kjo? Për shkakun se për diçka të tillë neve shumë bukur na ka foli dërguari i Zotit. Dhe unë nuk e kuptoj pse njerëzit, subhanallah, duhet të lodhen në dunja. Pse njerëzit duhet ende të humbin kohën në dunja dhe nuk fokusohen, nuk e marrin këshillën profetike të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të jetojnë me ta. Thotë i dërguari i Allahut, kush breng në jetën e tij e ka ahiretin, Allahu do të vendos qetësinë dhe pasurinë në zemrën e tij. Dhe dunjaja këtij personit ka për t'i ardhur pas. Dhe nga dunjaja ai do të merr atë çfarë Allahu Gjelle Gjelalu ka përcaktuar. Dhe për çështjet e dunjas do të merret Allahu Gjelle Gjelalu dhe do t'ja rregulloj punët atij në formën më të mirë të mundshme. Por kush i përfiton këto mirësi, i dërguari i Zotit thot, kush breng dhe gajle e ka ahiretin. Dhe po që se ne ndalemi, shohim historinë të kaluarën, pejgamberëve të Zotit, shohim sahabëve, shokëve të pejgamberit të Zotit. Ata breng dhe gajle kanë pas ahiretin, por se jeta e tyre ka qenë e qetë dhe e lumtur këtë dunjë. Prandaj do të gjejmë nga dietarët të cilët kanë thënë, në qoftë se armiqtë e Zotit do të ishin të informuar për rehatinë dhe lumturinë shpirtërore që e gëzojmë ne muslimanët, do të vinin dhe do të na e merrnin këtë me luftë, me shpata, për shkakun se kur besimtari ja beson çështjet e Zotit,
Dhe kur Zoti ja rregullon çështjet besimtarit, a mund të ketë breng dhe hall në brendësinë dhe në zemrën e tij. Dhe krejt çfarë i duhet vëlla njeriu në dunja është që të mundohet në jetën e tij të rregullojë raportet me Zotin e tij. Çfarë ndodh me njerëzit të cilët e kanë breng nga hire e dunjan? Vazhdon dhe thotë i dërguari i Zotit. Në momentin kur njeriu në jetën e tij brengt e tij e bën dunjan, Allahu Gjelle Gjelaluhu në sytë e tij do të mbjellë varfërinë. E ky njeri gjithë jetën e tij friksuar ka për të jetuar. Dhe gjithë jetën e tij pa kënaqur ka për të qenë. Dhe më interesanti, a din çfarë është? Pavarësisht se dunjan e ka bërë breng, ai nuk do të arrijë nga dunjaja të merr më shumë se sa atë që e ka përcaktuar për rrezik Allahu Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, për njerëzit të cilët i ka mashtruar dunjaja, duhet ta kenë të qartë një gjë. Gjithmonë duke u bazuar në librin e Zotit dhe në hadithet profetike të të dërguarit të Zotit. Do me thanë, është e pamundshme në dunja një njeri që është i dhënë pas dunjas të shpëtojnë nga 3 sprova. S'ka shansa teorike. Gjatë gjithë jetës së tij, këto sprova kanë për ta shoqëruar. E para, njeriu që është i lidhur me dunjan do të jetë i sprovuar që gjithë jetën e tij brengosur ka me jetuar. Brenga nuk ka për t'ju shkëputur për as edhe një çast dhe moment gjatë gjithë jetës së tij. E dyta, njeriu që është i lidhur pas dunjas do të jetë gjatë gjithë kohës i lodhur. Do të ndjejë një lodhje kjo e cilja nuk do t'i shkëputet gjatë gjithë jetës së tij. Dhe e treta, njeriu i cili është i lidhur me këtë dunjan, gjatë gjithë jetës së tij ka për të qenë i pikëlluar. Pse ndodhin këto? Domethënë brenga, lodhja edhe pikëllimi. Brenga, për shkakun se ky nuk punon, nuk lëviz në dunja për të jetuar, por ky gjithmonë çdo lëvizje në dunja e bën për të qenë në shërbim të pasurisë, për të qenë në shërbim të mirave materiale. Lodhja. Pse? Sepse kur ky njeri e ka breng tubimin e pasurisë, kur ky njeri e ka breng fitimin e pasurisë, kur ky njeri e ka breng të shërbej pasurisë, jo pasuria të shërbej këtij, i gjithmonë do të jetë i lodhur, sepse gjithmonë do të jetë aktiv, gjithmonë do të jetë i angazhuar. Ky edhe natën kur do të bie në gjumë, nuk do ta bëj gjumin rahat duke menduar për brengën që paraprakisht e ka. Dhe pikëllimin, sepse çështja ekonomike gjithmonë nuk do të jetë stabile në jetën e tij. Dhe në moment kur do të ketë rënje dhe ngritje, ky do të jetë i pikëlluar. Argument për krejt këtë çfarë themi është hadithi të dërguarit të Zotit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur tregon për njeriu i cili është i fokusuar në jetën e kësaj dunjaje. Çfarë thotë? Nëse do të arrinte pasuri, ari, sa kodra e Uhudit, ata të cilët kanë vizituar Medinën, e din shumë mirë për çfarë shembulli në këtë rast flet pejgamberi i Zotit, për një kodër të madhe. Dhe thot, komplet kjo kodër të jetë me ari dhe të jetë në pronësinë e tij. A e kënaq njeriu i cili është i dhënë pas dunjas? A e kënaq robin e dunjas? Padyshim që jo. Do ta kërkojë të ketë edhe një kodër tjetër. Pse? Nuk ka arritur të kuptoj arsyen pse ka ardhur në këtë dunjë. Nuk ka arritur të kuptoj arsyen pse është duke jetuar në këtë dunjë edhe çfarë kërkohet prej atij. Prandaj, në qoftë se njeriu
nuk e knaq dhe syrin e tij nuk e mbush edhe pasuri sa kodra e Uhudit, këtë sy ka për ta mbushur vetëm dheu në momentin kur ai do të përcjellet nga jeta e kësaj dunjoje.